Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Mungesa e rreshjeve të shiut në Maqedoninë e Veriut vendos në vështirësi rezervat hidrike të vendit. Para fillimit të dimrit dhe kulmit të sezonit të ngrohjes, akumulimet dhe hidrocentralet në Maqedoni janë në nivel. Nga elektranat e Maqedonisë së Veriut thonë se në këtë periudhë të vitit, vetëm 25% e energjisë elektrike të prodhuar sigurohet nga hidrocentralet. Megjithatë, garantohet se sistemi energjetik mbetet i qëndrueshëm. Bekim Sali do të pasojë zgjedhjen si zëvendës kryeministër të parë të Republikës të Maqedonisë së Veriut. Zëdhënësi i koalicionit Blen, Driton Sulejmani, konfirmoi se vendimi vjen pas zgjedhjes së zgjedhjes si kryetari i komunës së Çajirit. Krah asaj pritet që dikush tjetër të emërohet në detyrën e ministrit të mjedisit dhe planifikimit hapësinor në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Oda ekonomike e Kosovës akuzon zyrën e rregullatorit për energji se ka dëmtuar interesat e bizneseve. Kryetari i saj Lulzim Rafuna pas seancës gjyqësore ku diskutua procesi i liberalizimit të tregut të energjisë, pretendon se procesi nuk ka shkuar në përputhje me ligjin dhe direktivat europiane. Sipas tij, bizneset janë dëmtuar materialisht me veprimet e zyrës së rregullatorit për energji. Kështu që ne patë mundësinë me argumentu edhe nga pjesa ligjore se si nuk kanë qenë aktet ligjore në rregull në përputhje me dispozitat ligjore në Republikën e Kosovës, po ashtu edhe procesi i liberalizimit, njoftimi i zyrës rregullatorit të energjisë elektrike, si ka shkaktuar efekt material, ndikim negativ te biznesi dhe si ka dëmtuar bizneset. Avokati i Odës Ekonomike të Kosovës, Ekrem Hoxha, deklaroi se vendimet e zyrës kanë favorizuar operatorët të caktuar privat dhe nuk kanë garantuar konkurrencë reale dhe furnizimin e dur me energji elektrike për konsumatorët. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Koalicioni Pro Familjes protestoi para Kuvendit të Shqipërisë kundër miratimit të projektligjit për barazinë gjinore. Në emër të koalicionit, pastor Akil Pano paraqiti para qytetarëve dhe njëra argumenta se pse ky projekt nuk duhet miratohet. Sipas Panos, me këto ndryshime po dëmtohet familja shqiptare dhe ardhmja e fëmijëve tanë. Për më tepër, sipas kreut të koalicionit Pro Familjes, ndryshime ligjore synojnë futjen e koncepteve transgjinore në sporte. Në këtë mënyrë, sipas tij, jo vetëm që nuk ka barazi gjinore, por preken të drejtat e grave. Nëse ky projekti do kaloj, atëherë jeni duke shkruar shkatrimin e familjes, shkatrimin e fëmijëve, shkatrimin e Shqipërisë. Flasim për transformimin e identitetit shoqëror shqiptar, transformimin e gjuhës së shkruar, gjuhës komunikimit, gjuhës së ligjit. Flasim për sanksione. Pano kishte edhe një apel për kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla. Miq, ka ardhur koha që shqiptarët bëhen bashkë dhe t'i bëjnë ballë. Thakmës që kërkon të shkatërrojë thelbin tonë, historinë tonë, traditën, fenë, kulturën, gjuhën, martesën, familjen, fëmijët, të sotmen dhe të nesërmen. Për këtë arsye unë sot dëshiroj t'i drejtohem Tauland Ballës, kreu të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Tauland, hiq dorë. Ishte pastor Akil Pano nga koalicioni Pro Familjes. Rritja e qëndrueshme ekonomike, konsolidimi fiskal, mirëqenia sociale dhe përshpejtimi i integrimit evropian janë themelet e projekt buxhetit për vitin 2026 sipas ministrit financave të Shqipërisë. Në konferencën e kryetarëve në Kuvend, Petrit Male vlerësoi se projekti parashikon rreth 887 miliard lekë shpenzime publike me fokus në mirëqenien sociale, investimet për infrastrukturë moderne, zhvillimin e energjisë së gjelbër, digitalizimin e shërbimeve dhe forcimin e kapitalit njerëzor. Ministria e Financave, paralelisht me buxhetin e 2026-s, ka hartuar edhe paketën fiskale 2026, përmes së cilës ne parashikojmë disa ndryshime ligjore. Dhe jo, nuk do të kemi rritje të taksave, pra nuk do të kemi taksa të reja për vitin 2026. Sipas Ministrisë Financave, për vitin 2025, rritja ekonomike parashikohet 3.9% e mbështetur në konsumin e brendshëm, investime, turizmin, ndërsa papunësia zbret në nivelin historik prej 8.5% dhe inflacioni në 2.2%. Të ardhurat buxhetore për vitin 2026, sipas Ministrit Financave, parashikohen në 823.1 miliard lekë ose 29.6% e prodhimit të brendshëm bruto, me një rritje prej 52.9 miliard lekësh krahasuar me vitin 2025. Krahasuar me buxhetin e vitit 2025, do të jetë rreth 51.7 miliard lekë më shumë në argën e shtetit. Burimet kryesore të rritjes janë rreth 13.6 miliard lekë nga efektet e politikave të reja tatimore dhe buxhetore propozuar për vitin 2026, rreth 20.9 miliard lekë të ardhura shtesë nga rritja ekonomike dhe rreth 12.3 miliard lekë të ardhura shtesë nga zbatimi i masave të strategjisë afatmesme të ardhurave.
Në seancën e ditës së njëjtë, Partia Socialiste miratoi dhe kalendarin për projekt buxhetin 2026, ndërsa opozita kërkoi votimin e tij me paketën fiskale. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.